Rikthehemi të nderuar shikues në pjesën e fundit të emisionit Balkan Talks për mbrëmjen e sotme. Ambasador Nesho, pas asaj ndërhyrje të ambasadore Lamës, doja t'ju pyesja, si e shihni raportin mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Dialogu ka ngecur në vend. As njëra pala, as pala tjetër, të ndodhur edhe në probleme të thella të brendshme, ai është thuajse inekzistent. Ndërkohë që Bashkimi Evropian me zonjën Kaja Kallas apo dhe me të dërguar të tjerë thotë që marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Orit vazhdojnë të mbeten guri i themelit me të cilën do ngrihet ngrehina. Po. Do me thënë se për mendimin tim janë dy rryma. Europa vazhdon në mënyrë tradicionale ajo që ka qenë që më përpara në administratën e kaluar. Unë jam plotësisht dakord që të ketë një vizion amerikan për Ballkanin Perëndimor. Po a është ky vizion për Ballkanin Perëndimor? Mendoj që ky vizion amerikan i perceptuar deri tani për Ballkanin Perëndimor është në hapësirat e bashkëpunimit ekonomik. Do me thënë, në qoftë se presidenti Trump ka atë të ashtu quajturën që tha edhe ambasadori që ka forca drejt paqes, që është doktrina bazë politike, kur vjen në aspektet e bashkëpunimit dhe zhdukjes së krizave, ka paralelisht sistemin e Abraham Akordit. Edhe ajo që u bë në mandatin e parë të Trumpit, marrëveshja e Washingtonit, do me thënë që në kushtet e realisht të Ballkanit ishte pak naive, sepse divergjencat midis një vendi të shtypur me genocid, siç janë shqiptarët e Kosovës dhe Serbisë, nuk është se është pamundësia e bashkëpunimit tyre ekonomik. Problemi është politik. Është politik, sepse në mënyrë natyrale, kosovarët, biznesi i vogël vazhdojnë dhe të kenë prioritet lidhje tradicionale. Por problemi është i raporteve. Raportet që në një ambient nacionalist janë të pamundura. Të një ambienti nacionalist që mban me forcë në kushtetues atë një realitet që Kosova tashmë është një republikë e pavarur në Bashkimin Evropian. E njohur nga 120 shtete. Me 120. Prandaj shtete dhe më gjërë. Prandaj, në këtë kuptim unë mendoj që së pari, nuk ka një politikë amerikane që të mendojnë në mënyrë klasike si që ne duam, ne e paragjykojmë veprimin që kanë shtetet e mëdha, por duhet dinë që shtetet e mëdha, ashtu si që na dha eksperienca në Afganistan, ku edhe bazat, që ishte një nga bazat më të mëdha që ka patur në botë, e lanë Afganistanin duke humbur edhe gjysmë trilion dollar armatime, që do t'ishte që mund të armatosnin NATO-n edhe një fishe gjysmë më tepër me armatime. Pse? Për një vendim politik, që duhet kthehemi, nuk ka lufta që vazhdojnë gjatë gjithë kohës, dhe ky vendim politik kishte ato pasoja katastrofike që kanë bërë. Prandaj, ka interesa të Pentagonit në zonën e Ballkanit, kjo duhet dim. Përmendi ambasadorit, dimensionin sigurisë. Atje, por a ka një politik, do me thënë, të Shtetë Bashkuar të Amerikës të konsoliduar për Ballkanin Perëndimor? Strategjia e përpunuar nga Shtëpia e Bardhë nuk tregonte jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për Europën. Ishte pak, do me thënë, një strategji që vinte shumë pikpyetje për Europën dhe punën, detyrat e shtëpisë që duhet bënte Europa për të ngritur në nivelin e një aleati natyral me Shtetet Bashkuar të Amerikës. Prandaj mos mendojmë, unë prandaj insistoj. Që gjërat janë të dhëna një herë për gjithmonë. Gjërat janë të dhëna dhe ka një rikthim të këtyre aktorëve kryesor politik të deri tanishëm, siç ka qenë më përpara, me mekanizmin e mendimit që ky është një rend ndërkombëtar liberal, që forcat perëndimore janë zotruese në ambientin, nuk lejojnë të ketë kompromise në zonat e tyre të influencës dhe ku janë shtrirja e demokracive. Tani kemi një sistem tjetër që po rivalizon. Dhe kemi aktorë të mëdhenj të cilët përpiqen të ndërhyjnë dhe kemi një bashkëveprim midis forcave kryesore. Por ajo që bën diferencën është nëse Kina dhe Rusia
kërkojnë që të implementojnë sistemin e arshëm, që forcat kryesore të bëjnë në kompromisin e zonave të influencës, Europa sidomos po reziston që të mbaj sistemin e vjetër e cila i jep prioritetet. Prandaj, kur vjen në çështjen e Europës dhe të asaj politikave të saj për Kosovën, këto do t'jenë më prezente. Kjo është e para. Do me thënë, edhe Amerika i jep një prioritet Europës, po jo gjithmonë... Por protagonizmin më të rëndësishëm e kanë europianët. Se nuk do të mbaj përgjegjësinë dhe peshën. Por së dyti, Europa nuk ka reflektuar, ka mbetur në ato politika të vjetra për t'i dhënë diçka Serbisë. Do me thënë, mënyra se si ka vepruar Macroni me dhënien e prioriteteve për avionët ushtarak, si që ka vepruar Gjermania për t'i dhënë hapësira për të marrë litiumin, apo si që ka vepruar Italia për të mos i dhënë asnjë vendi tjetër të Ballkanit industrinë e tyre kryesore të Fiatit dhe tjera, por ja jep pikërisht Serbisë, tregojnë që këtu politika europiane nuk është e qartë se çfarë po ndodh, është një politikë e vjetër, një politikë e cila është më tepër drejt një kompromizmi dhe pragmatizmi, për të mos i dhënë fund një herë mirë në pyetjen tuaj që të jetë një zgjidhje e qëndrueshme, por duke respektuar interesat edhe të Kosovës edhe të palëve. Ambasador Gjoka, për të qëndruar tek raportet e Bashkimit Evropian me Kosovën, e përmendët pak më herët atë rigjallërim të Europës për shkak të këtij konflikti dhe shtimin e protagonizmit të saj. Por kjo Europë, dhe ju e përmendët termin Ukraina, është obori i pasëm i Rusisë, ndërkohë që Ballkani është obori i parë i Bashkimit Evropian. Ju prisni me përfundimin e konfliktit apo me mbylljen e konfliktit një protagonizëm më të thekshëm nga ana e Brukselit dhe aktorëve kryesor, Berlin, Londër, Paris, Rom, për ta zgjidhur një herë për gjithmonë çështjen e ngërçit mes Kosovës apo krizën mes Kosovës dhe Serbisë? Në vim që fjalës e ambasador Neshos, ndesha të shtoja që rendi botror është i tronditur nga themelet, sakt. Aktualisht. Tërmet 8 ballë. Po, e para. Së dyti, bota po shkon në drejtimin e një bote disa polare, pra me disa qendra. Dhe natyrisht kanë influencë dhe ndikojnë ato qendra të cilat janë më të fuqishme dhe që kanë synime dhe objektiva më të qarta ndoshta që i realizojnë objektivat e tyre. Por me prishjen ose me tronditjen e thellë të rendit botror, merr një goditje multilateralizmi. Dhe multilateralizmi, pra politikat shumë palqe, janë mbrojtëse të vendeve të vogla, sepse aty zëri i tyre ndigjohet më fort se në asnjë vend tjetër ose në asnjë organizëm tjetër në raport me fuqitë e mëdha. Por janë vetëm deklarative, nuk kanë fuqi ushtruese, nuk kanë fuqi implementuese. Pra gjithmonë politika më të fortit sundon, edhe gjithmonë e ha më i vogli. Ai më vulnerabli dhe ai që ka më pak, prandaj është me shumë interes aleancat që duhen krijuar. Është me shumë interes bashkëpunimi strategjik që duhet realizuar. Edhe me shumë interes lobimi i fuqishëm që duhet realizuar nga këto vende të vogla për realizimin e interesave në qendrat vendimarrëse. Dhe këtu pastaj e përkthyer kjo në rajonin ton, natyrisht që Kosova, por edhe Shqipëria, por edhe vendet e tjera të rajonit ton që janë vende të vogla, përveç se përqasjes së tyre ndaj këtyre zhvillimeve globale nga interesa kombëtare, sepse është absurditet që mos punosh për interesat kombëtare në një botë kaq të hapur dhe punon për interesat të tjerëve, se pastaj domethënë degradon. Patjetër që duhet të shkojë paralel me aleanca të fuqishme, me procese integruese që fillojnë që nga bashkëpunimi rajonal deri në atë kontinental dhe në atë global. Në këto kushte mendoj që Ballkani Perëndimor
është, si thuash, target, objektiv i Bashkimit Evropian. Edhe i politikave të Evropës Perëndimore, integruese dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç e thamë më përpara. Por problemi është që duhet hecur në këtë rrugë. Edhe përqasja është e dy palshme, e dy anshme, e dy kahve. Pra, e vendeve të interesuara, të cilat e kanë pranuar këtë orientim politik, por edhe e vendeve pritëse. Në qoftë se ka cedim midis njërit ose tjetrit, atëhere këtu nuk realizohet objektivi i integrimit dhe i antarësimit. Dhe në këtë ndarjen e madhe të punëve që ka hemisfera perëndimore, e përcaktuar tashmë edhe në doktrinën amerikane të strategjisë, natyrisht që rajoni jon duhet të shkojë për krah ose në progresion të vazhdueshëm drejt integrimit të mirëfillt. Po, drejt integrimit e euroatlantik. Është e vetmja shpresë që ky rajon jo vetëm të ndihet si pjesë e Evropës, se por dhe është pjesë e stabilizohet Evropës, përfundimisht. po stabilizohet dhe realizohet. Por çfarë ka ndodhur me konfliktin Serbi-Kosovë, që ju e përmendët? Marrëveshjet janë të shumta të realizuara midis të dy vendeve, por ato nuk kanë instrumentet e zbatimit, të implementimit. Çfarë po ndodh me Ukrainën aktualisht? Përveç se zgjidhjes politike, kërkojnë garancit në mënyrë që të realizohen këto marrëveshje. Edhe marrëveshja e Orit, e cila ishte një marrëveshje e mirë dhe që Kosova bëri një hap të rëndësishëm në pranimin e saj, Serbia e drodhi si zakonisht, që ishte një investim gjermano-francez, natyrisht edhe me bekimin amerikan. Po, me bekimin amerikan. Erdhi puna që ajo s'kishte instrumentat që se si do të realizohet. Pra, ato duhen të jenë të detajuara në mënyrë që të zbatohen, por të kenë dhe kushtet e garancisë brenda. Edhe kështu ndodh me një numër të madh marrëveshjesh që nga 2013, 2015, 2020 të realizuar midis Serbisë dhe Kosovës. Pra, realizohen marrëveshje pa instrumenta zbatueshmërie. Çka i lë pastaj ato në vullnetin politik të njërit ose të tjetrit. Kështu që në këtë kuadër Evropa duhet të jetë shumë e qëndrueshme në këtë drejtim, edhe duhet të jetë shumë e angazhuar natyrisht me bekimin amerikan, siç e thamë më përpara, sepse unë mendoj që nëse situata është e tillë siç është aktualisht, Evropa Perëndimore do të jetë ajo që do të jetë mirë investuar në proceset e Ballkanit Perëndimor. Amerika do të vëzhgojë nëse krijon probleme të sigurisë. Për interesat e saj, ajo nuk do lejon. të ndërhyjë. Për interesat e saj. Po. Por këtu është me shumë rëndësi për të parë edhe se si los Serbia. Sepse Serbia, e thamë edhe këtu, los me një politikë shumë plançe. E qartë. Me aktorë nga më të ndryshme shumë karike, dhe kjo ka qenë politike e hershme që nga koha e Titos, po. Deri sot e kësaj dite. Prandaj Kosova dhe natyrisht faktori shqiptar në përgjithësi, ku Shqipëria duhet vazhdoj të luajë një rol si thosh të fuqishëm në këtë drejtim, në bashkëpunim me Kosovën patjetër, po jo një rol ta themi paternalist. Por në bashkëpunim patjetër duhet të ushtrojnë politika ndikuese, influencuese dhe lobuese të fuqishme në mënyrë që Kosova të jetë pjesë e proceseve. Aktualisht Kosova ka ngecur. Qartë. Alma, më fal, vetëm një fjali se kape një gjë shumë të rëndësishme ambasador Joka. Do më thënë, u fol këtu me qarë është bërë në politikat aktive të Serbisë. Janë shumë aktive, janë shumë lobuse, janë blerje e influence në të gjitha mënyrat e pa imagjinueshme. Dhe në të gjitha qendrat vendimarrëse. Duke bërë në qendrat vendimarrëse edhe udhëtimin e ri të Vučićit për të projektuar një aleancë të re me Kinën, që ai e shpalli historike për para 2-3 ditësh. Për para 2-3 ditësh e tjera, për të rikthyer në politikat e Titos, për mos patur një angazhim komplet, por të jetë shumë aktiv në politikat e realizimit të interesave strategjike të tij edhe të pjesëve që ai mendon të rikthej atë fuqishëm dominimin serb. Kjo është ajo dominantja në politikën serbe është diçka. Dominimi absolutisht në çdo lloj kombinacioni në Ballkan. Prandaj, jo se dua të mbroj teorinë time, por gëryetja, politika ekstremiste e Kurtit për të
pastruar veriun e Kosovës nga institucionet paralele, pavarësisht se është by the book e kritikueshme nga Perëndimi, se i krijon kokçarje, se serbët gjasme nuk kanë mundësi të tërheqin paratë e tyre, se nuk kanë organizatat e tyre fuqimisht e tjera, Kurti ka bërë diçka që po t'i linte ato, vendimi Perëndimi do t'ishte kundër interesave të Kosovës. Alma, duke qenë se jemi tek Kosova dhe raportet me një tjetër aleat të rëndësishëm, me Bashkimin Evropian dhe me kancelarit vendimmarrëse të saj. Kosova është ende nën sanksione, por duket sikur po dëgjojmë që ato do të davariten. Si e shihni këtë raport me Bashkimin Evropian, pasi analizuam ato me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Edhe raportet me Bashkimin Evropian janë të cënuara për hir të së vërtetës dhe për mua edhe më shqetësuese është që shtetet mike brenda Bashkimit Evropian, shtetet e fuqishme si Gjermania, Franca, Italia, e kanë kritikuar disa herë Kosovën publikisht nëpërmjet ambasadave të tyre këtu për veprimet që kanë ndërmarrë. Pra, në vend që Kosova të ndjek një politikë që krahas bashkëpunimit me Bashkimin Evropian, pra si institucion europian, të forcojë edhe raportet me shtetet individuale, siç është Gjermania, ku Kosova ka një numër jashtëzakonisht të madh të emigrantëve, apo shtetet e tjera, nuk po ndodh kjo, as në aspektin politik, as në aspektin diplomatik dhe as në aspektin ekonomik për hir të së vërtetës. Pra, ndërsa për sa i përket sanksioneve, ato janë vendosur për shkak të veprimeve të pakoordinuara dhe tensioneve të krijuara nga zoti Kurti në veri të Kosovës. Sigurisht ato sanksione nuk janë simetrike në raport me veprimet që ka ndërmarrë Serbia në Kosovë, në veri të Kosovës, e kam fjalën për Banjskën dhe për provokimet të vazhdueshme në fakt që bën nëpërmjet serbëve në Kosovë. Shpresojmë që do të hiqen, kam përshtypjen që nuk do të hiqen ato para zgjedhjeve të 28 vjetorit, por mendoj që shumë shpejt ato do të lehtësohen edhe për faktin që kryetarët e komunave në komunat në veri të Kosovës janë kthyer dhe nuk kam si thua as justifikime për sa i përket dhe për shkallëzimit të situatës atje. Mirë po, problemi është që edhe gjatë kësaj kohe, pra prej se kanë përfunduar zgjedhjet, kemi parë sërish të vendime të qeverisë Kurti në veri dhe sërish, si më thënë, kritika, si nga ana e ambasadës së SBA-s, ashtu edhe nga ana e ambasadave të tjera. Pra, vazhdon politika e mos koordinimit, gjë që do të thotë vazhdon edhe mungesa e besueshmërisë në qeverinë Kurti nga ana e institucioneve të BE-s për të hequr sanksione. Janë mbi 600 milion euro që Kosova në fakt është sanksionuar, nuk ka përfituar prej tyre ose janë të ngrira nga ana e Bashkimit Evropian, por përveç këtij aspekti është më shumë çështja e reputacionit, e besueshmërisë dhe imazhit të Kosovës. Pra, të konsiderosh partner jo i besueshëm, mendoj që është dëmi më i madh që i bëhet Kosovës. Dhe gjitha kjo ka ndodhur në fakt më shumë për politikë të brendshme, për interesa të brendshme politike. Por desha të theksoj edhe diçka në raport me qasjen që duhet kenë shqiptarët në këto situata tërësisht të paqarta gjeopolitike që po trëmbisin të gjithë globin. Mendoj që pajtohem plotësisht me ambasadorin Nesho që thotë Shqipëria nuk duhet të ndjek një politikë paternaliste, absolutisht jo. Në fakt mendoj që Shqipëria duhet të vazhdojë ose duhet të jetë zëri i interesave të Kosovës, për sa i përket politikës së jashtme, që njëkohësisht janë edhe interesat të Shqipërisë, pra duhet të jenë tërësisht të unifikuar në lidhje me këto interesa. Shqipëria duhet të flasë aty ku Kosova nuk mundet vetë, ku Kosova nuk ka një karrike, nuk është pjesë e tryezës. Besoj që e ka bërë këtë në të shkuarën, por duhet ta vazhdoj këtë, por sigurisht që kjo nuk është e mjaftueshme. Kërkohet një strategji kombëtare për mendimin tim, duke parë këto zhvillime të mëdha, një strategji kombëtare për sa i përket edhe fushës së sigurisë, edhe çfarë do lloj pasigurie në të ardhmen, çfarë do lloj agresioni të mundshëm, sepse jemi në një kohë kur tërë Europa po armatoset. Jemi në një kohë kur shefi i NATO-s thotë që do të kemi luftë së shpejti në Europë. Dhe ku jemi ne? Unë nuk e di që ka një strategji të tillë, përveç një
një marrëveshje me Kroacinë, Shqipëri, Kroaci, Kosovë që për sa i përket sigurisë, pra bashkëpunimit ushtarak që është shumë e mirë, domethënë është i vetmi veprim pozitiv për mendimin tim, ndërsa për sa i përket të tjerave, ndoshta po lëvizin, por s'paku ne nuk jemi të informuar që po ndodh ndonjë gjë serioze për sa i përket kësaj. Së paku shqiptarët në Ballkan duhet të jenë bashkë në këtë kohë. Ndërkohë që shohim një Serbi e cila lobon fuqishëm në të gjitha dimensionet e mundshme. E vërtet. Në të gjitha, me secilin shtet, domethënë mundohet që të ofrojë atë që mundet, ta zëm me Gjermaninë, me Europën, me Francën, me për sa i përket shteteve në Europë, pastaj lidhet me Kinën dhe me Rusinë, pastaj mundohet edhe me Turqinë, me Izraelin e tjerë, si më thënë, është po mundohet në të gjitha dimensionet, ndërsa Kosova, spaku Kosova, është tërësisht e zhytur në politikën e brendshme, është e izoluar ndërkombëtarisht, nuk ka asnjë lloj politike të jashtme dhe asnjë lloj strategjie, ka raporte të dëmtuara me SBA-n. Është fakt që Kongresi dhe Senati ka pra ende njerëz atje që e mbështesin fuqishëm dhe nuk është se ka ndryshuar shumë qasja ndaj Kosovës dhe rajonit, por nëse ndryshon tërësisht qasja ndaj Europës, siç e pam edhe në strategjinë nacionale të shtëpisë së bardhë, atëherë automatikisht do të ndryshojë edhe qasja ndaj Kosovës. Qarkullojnë lajme se do të ketë tërheqje të trupave të SBA-s në Europë, gjë që do të thotë që mund të tërhiqen edhe nga Kosova. Dhe çfarë po mendon Kosova, çfarë po bën Kosova në lidhje me këto? Nuk mendoj që ka as dhe një lloj strategjie. Për fushata elektorale flitet për armatim, mirë po e dim që ai është tërësisht i pamjaftueshëm dhe nuk mund të krahasohet me fshinjen tonë Serbinë që është agresore. Kështu që këtë desha të shoj, pra bashkëpunimi në nivel nacional. E dashur Alma, të falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndave me ne. Të jam shumë mirënjohës. Falenderit. Duke qenë se gradualisht po i afrohemi fundit, ambasador Nesho, ajo çka unë doja të nënvizoja është raportet e Kosovës me NATO-n. E marrë spunton se pikërisht në këtë studio, gati 2 vjet më parë, ju ishin ndër të parët që artikulua domosdoshmërinë, nëse mund ta përdor fjalën, e kërcimit të Kosovës nga këto diskutime për që duhet të vazhdojnë sigurisht marrëveshjet e Brukselit, Ohrit e tjerë, por Kosova duhet të afrohet shpejt me NATO-n. Me sa di edhe zoti Haradinaj, partia e tij e ka vënë në logo direkte në NATO. Mund e shihni të realizueshme apo dhe duke patur parasysh gjithë këtë geopolitik kaq multidimensionale për të stabilizuar sigurinë. Kosova dhe Serbia në NATO është një tezë që e hodhi edhe Eduard Joseph, që ishte edhe në Kongres duke relatuar për problemet e Ballkanit. Po, ne kemi thënë edhe në emisionin tuaj që është e domosdoshme që Kosova mos ketë prioritet vetëm OKB-n, sepse ka dhe shtetet tjera të fuqishme si Izraeli që megjithëse nuk është njohur për një kohë të gjatë, ose vende tjera që vazhdojnë të mos njihen, po janë shumë funksional. Dhe në këtë kuptim, mos ketë iden për të bërë kompromise të papranueshme dhe në dëmin e saj, vetëm të shtyr nga, në parantezë, nga komuniteti ndërkombëtar që kërkon një zgjidhje pragmatiste dhe të shpejtë për qëllimet e tyre, por të bëjnë një politikë afatgjate e cila rezulton që është më efikase. Dhe kush është futja të sigurohet duke u futur bëhet pjesë e NATO-s dhe e arkitekturës sigurisë europiane. Kjo duhet jetë prioriteti i saj kryesor. Të tjerat vinë bashkë, sepse nëse një Kosovë do të jetë pjesë e arkitekturës së NATO-s, siguria është e konfirmuar. Është e konfirmuar, por është dhe vizioni për të ardhmen, për arsye sepse NATO-a nuk është vetëm një familje ushtarake, por është një ushtarake e mirëfillt, politike e tjera, dhe kështu arrin që të konsolidohet dhe të bëhet edhe e paprekshme nga shi të tjerëve. Prandaj kjo është diskursi që u tha. Në lidhje me atë që ka thënë profesor Joseph, unë e shikoj të jo realiste, sepse minimalisht për mendimin tim, Serbia mbetet në zonat e influencës si një satelit i Rusisë, pavarësisht dëshirës së perëndimit. Maksimalisht Vučići kërkon të rikthejë politikën e të paangazhuarit, prandaj janë dhe politikat e sotme, lidhjet me
me Kinën, Me Rusinë, krijimin me Rusinë, konferencën e madhe të paangazhuarve, vajtjen e tij në Indonezi për të rikthyer atë që ka qenë legacia e Titosit, por që i krijon një hapësirë, duke qenë edhe autokrat, të independencës për të luajtur në një sistem që e kontrollon vetë ai. Domethënë, pse është dëshira e autokratëve që të jenë independent, jo në grupime sidomos europiane, ku janë llogaridhënia, ballafaqimi me detyrat detyrat të shtëpisë apo me përmbushjen e principet, vlerat e kritere. tjera. Nuk i duan këta. Këta duan të dominojnë dhe dominimi është i papërputhur me këto gjëra. Prandaj, maksimalisht, për mendimin tim, Serbia do të shkojë vetëm në kufit e një vendi të paangazhuar. Dhe në qoftë se më lejon vetëm një sekondë të them edhe në përgjigjen për ambasadoren Lama, pash me shumë kujdes atë paraqitjen që bëri sekretari i ri Rubio në Senat kur mori konfirmimin, edhe senatorja Shahin, që është kryesorja. Dhe e njeh Ballkanin goxha mirë, ka qenë 2-3 herë në Kosovë dhe Një nga pyetjet Serbi. kryesore që tha do vazhdojmë me Ballkanin e hapur. Domethënë, mendoni për të qenë realist se sa është vëmendja dhe si projektohen. Domethënë, vazhdonte ideja e shtyr nga Alex Sorosi dhe administrata e kaluar që çfarë do bëhet Ballkani i hapur, që është kundër interesave të Kosovës, kundër interesave të gjithë Ballkanit për të integruar në Bashkimin Evropian, vazhdonte të ishte, domethënë, pjesëmarrës në element vendimarrës të Kongresit Amerikan. Prandaj, duhet jemi të profilizohemi me një politik shumë të qartë, me një politik që tha ambasadorja Lama dhe ne të gjithë këtu, një strategji kombëtare, interesat e tij të mos jenë në varësi të tjerëve, po të jenë të interesave të Kosovës, Shqipërisë, hapësirave shqiptare, mos jemi një shkop i lakuar si e do Europa sot për të afruar Vučićin, po na bëni ca lëshime që Shqipëria në vend që të mbroj pa kushte Kosovën, i thot Kosovës që prano ato vijat e gjelbërta. Jo vijat e gjelbër jo kushtet e bashkimit të veriut se haruam tani. Jo, s'ka gjë. Që t'ishte, do me thënë, kushtet që i paracakton vetë nacionalizmi sërb, i hedh në Europë si kushte kompromisi dhe pasaj kthehet, bëhet Shqipëria dhe thot, po t'japim neve, thot, edhe se qarë duhet të firmosësh ti për asociacionin e komunave veriut, se në me këta. E kupton, duhet ketë një politik pavarur, një politik nacionale, kombëtare, shqiptare, dhe të mbrohet kjo se jemi në situatë tepër të rrezikshme. E vërtet. Ambasador Gjoka, në fund të kësaj bisede, ju takoj ju. Përsa i përket raporteve të Kosovës me NATO-n, në këtë, pra, sigurisht që ka probleme se Alma i nënvizojnë me qartësi raportet me vendet e Bashkimit Evropian, qefmbetjet, krisjet e tjerë. Por në këtë geopolitik të re, a intereson vendeve anëtare të NATO-s ta tërheqin Kosovën brenda, edhe ashtu janë brenda, po ta tërheqin totalisht? Nëse do të interesonte, natyrisht do të kishin tërhequr. Por problemi është i dyanshëm, siç thamë edhe më përpara. Sepse Kosova jo vetëm që nuk është në proceset antarësimit NATO, por Kosova duhet të hyjë një herë në paradhomën e NATO-s, që është partneriteti për paqe, ku edhe vendet e tjera që s'janë vende antare të NATO-s, të rajonit ton, janë pjesë e këtij lloji partneriteti dhe këtu përgatitet pastaj vendi që të bëhet pjesë e NATO-s. Por këtu duhet pasur parasysh edhe diçka që nga 32 vende antare të NATO-s, 4 nuk e njohin Kosovën. Ashtu siç janë edhe vende antare të Bashkimit Evropian. Kështu që kjo është një pengesë në një farë mënyre. Megjithatë, ka edhe elemente të tjerë që e mbajnë çik larg Kosovën nga NATO, të cilët janë këto elementet e brendshëm që Kosova duhet i tejkalojë me shpejtësi, me maturi, edhe me shumë dhe të rikonfirmoj aleancën me partnerët strategjik. Ajo atë që tha
ambasadore Lama që mundet që një ditë të bukur forcat amerikane të largohen nga baza ushtarake në Kosovë në kuadër të NATO-s. Dhe kjo po ta shohësh mirë strategjinë kombëtare të sigurisë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, natyrisht kjo gjë parashikohet për një periudhë ta themi afatmesme diku, por duke qenë që Kosova duhet ishte pjesë e NATO-s, atëherë ombrella e NATO-s e mbulonte shumë mirë Kosovën, edhe natyrisht bëhet fjalë për një vend të vogël e kështu me radhë. Ndërkohë që Kosova, domethënë, është shumë e afirmuar në politikat e NATO-s, në mbështetje të Ushtria është goxha e avancuar, është thuajse e njëjtë me të NATO-s. E gjitha e kështu me radhë, por ama duhet të detyrat e shtëpisë në dimensionin demokratik. Në mënyrë që ai artikulli 5, neni 5 të zbatohet edhe në Kosovë për çdo rast, ashtu siç përmendohet që zbatohet në Ukrainë, megjithëse Ukraina nuk do të jetë vend antar i NATO-s. Kështu që ka dhe zgjidhje të tilla gjeopolitike që mund të realizohen për Kosovën. Por ama fëmia duhet të qajë që të piqumshin. Në rast se nuk lobohet, nuk bashkëpunohet, intensivisht në atë drejtim. Në fakt ka lozur një rol natyrisht shumë lëbus në këtë drejtim. Unë kam qenë pjesë e strukturave në Ministrinë e Jashtme dhe e di çfarë pune është bërë, por në një farë mënyrë në periudhën e fundit, si thush, na u largua pak Kosova nga bashkëpunimi që kemi pasur institucional. Edhe kjo duhet rregulluar me njëherë, sepse bashkimi bën fuqinë dhe ajo strategji që u përmend këtu është e domosdoshme për të realizuar, pikërisht për të vendosur këto piketa dhe për të punuar së bashku për të realizuar ato. Ambasador Gjoka, ambasador Nesho, vërtet privilegj tisha në shoqërinë tuaj. Ju falenderoj shumë për ardhjen. Kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.